Nuk mund të justifikohet një shqiptar, më kërënu mua atë me Shqiponi, pa shqimoj flamër, pa flamërë që të dushtë me alamete, me simbole, e djali vetë ja flet gjuhën e huj shpe me babën e vetë, edhe gjuhën e babës vetë, e qalon e thëmë bënd mëndzë që fletë. Qaj patriota, qaj shqiptarën? Vës të i biri vetë nuk e në gjendje me rujtë, po të nipat e se nipat që bëtaj. Nuk ka mundësi me qenë musliman, e mës me qenë alëtëtar. Ma gje ke pyjtë këtë dalim është shumë absurd. Pra, cili përuan nëse mërte nga ana, se ty të flenë ma shumë nga ana e kombit, e atë dhejot e bla bla tjevë, që i ki fjallë bëshë kjedet. Ndërsa na është se në lidhë me fej, edhe se më hojmë, edhe në përzojnë anë ryshe me menduna. Të ndashtë që mu arab, ndashtë i kjo turk, ndashtë i kjo është ekstremist, ndashtë i kjo është fundamentalist, të qatë ta që të goja thuje. Mësmojt nalje vla, po unë jem që këtë jem është të parimet e mija. Para fes nuk që s'kur gjam, a më rëvesh ajo. Edhe në kamet dhe që ka kërënohën në më shumë sa me fe. Falenderojmë Allahun e madhruar të bareke wa ta'ala, krijuesin e gjithësisë, Zotin e qiejve të tokës dhe çfarë ka mes tyre. Atë e lartësojmë, atë e madhrojmë, atë e falenderojmë. Gjithë herët dëshmojmë, e pranojmë, e ndjejmë, pa dhe theksojmë, se ne jemi të mangët, ta lavdrojmë, ta lartësojmë Zotin tonë, e ta falenderojmë atë që shaj meritan. Vërtet, të mirat e Zotit, ndaj nesh janë të panumërta. Për se cilën të mirë, veç e veç, po të ndalet e robi, dhe t'ja kushtoj tërë jetën e tina, deri në agoni të vdekjes, për të dalë hakësh Zotit për një të mirë që Zotit i ha ka dhanë, nuk mundet. E lëre më që të mirat e Zotit janë të pafund, të panumërta, o in të uddu ni'mat Allahi la tuhsuha. Po që se përpiqeni të numëroni të mirat e Allahut, të numëroni 1, 2, 3, edhe pikë s'ka, sa 10, 15, t'ja qëtë një pikën në fund, nuk arrini. Çdo sen që posedojmë, që ndëgjojmë, prej saj çfarë përfitojmë, e shofume, nuk e shofume, ndjejme, nuk e ndjejmë, është për Zotit, është dhuntia e Zotit, e mirë e Zotit për neve se njerëz. E madhi Allah të bareke wa ta'ala, rreth kësajna na flet të krejt Koranin në shumë vende, nga fillimi deri në fund. Duke na kujtuar se ai ka krijuar çka ka në qiell dhe në tokë, për ju e ju njerëz. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Njëra pra jetëve të shumë të qarta dhe shumë konkrete. Allahu për ju krijoi krejt çfarë ka në këtë tokë. La ilaha illallah. E ne nuk e dim çka ka krejt këtë tokë. Pasë nuk e ndjejmë. Edhe nëse e dim nuk e ndjejmë. Nuk e ndjejmë. As nuk e nëhatem. As nuk e ndjejmë aromen. Por e dim shumë për tyne që ekzistojnë, e shumë tjera nuk i dim. Apo dikush e din disa, e dikush e din më pak, e dikush edhe më shumë. Ama atë në të mira që ka kriju Zoti për ne. Salavat dhe selam e dërgoj Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wa sallam. Ati njeriu aq të madh, aq burr të madh, sa që nana më nuk bëri më pas, se kurse ai nuk lindi, as nuk ka lindë më herët se kurse ai. Alayhi salatu wassalam. Allahu e përzgjodhi dhe e bëri më të veçantin e më të veçantëve. Sepse i madhi Zot krejt pejgambert i bëri të veçantë. E pejgamberët janë të veçantit e të veçantëve, të njerëzve. Njerëz janë krijesa të veçanta të Zotit, të dalluara për krijesave tjera.
Në mesin e njerëzve dalloj Allahu musliman të bërë më të veçantë. Në mesin e muslimanëve i përzgjodhe Allahu pejgamber të bërë më të veçantë. Në mesin e pejgamberëve zgjodhe ulul azmin, pas ulul azmin pejgamberët më të mëdhenj më të veçantë. Në krye tyre e vëri dhe përzgjedhi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Andaj gjithata milione e miliarda njerëz që kanë kaluar deri me tani, dhe që do të kalojnë deri në kiamet, bota nuk ka pasur njeri, as nuk ka. Sikur sa atë borë të madhë, me të cilin Allahu në ndërë neve. Me te. Në ndërë neve me te. Sepse bëri lider mësus pres tonin. Andaj duhet të bëjmë edhe ne punë që edhe ai të ndërohet me ne. E të krënohet me ne. E nësa haditha i bekuar e ka ceku këtë krenari për ditën e kiametit. Mu krenu me ne. Mu krenu me musliman të cilët e ndjekin rrugën e tina. Sepse Allah na përzgjodhi prisin më të mirë në dynja. Dhe hatri tina edhe umetin e tij bëri më të veçantin për umeteve tjera. Për ata jena të fundit në dynja të partë në ahiret. Të fundit në dynja për nga ana historike, nga periudha historike e zamanit, se s'ka mas njeve me tjetër. Të partë në ahiret, të partë llogaritemi, të partë hyjmë në xhenet. Këtë privilegj në dhaj madhe Zot për hatër tina. Andaj ne jena shumë të ndëruar. Më të ndëruar se sa populli Musaut, e Isaut, e Ibrahimit, e Musaut, e Nuhit, e pejgamberët e tjerë. Jena më të ndëruar se të gjitha umetet që kanë qenë para nesh. Sallallahu alaihi wasallam, paqja shpëtimi Zotit qofsh me familjen e tij, të cilët Allah i përzgjodhi i bëri familje e tij, e mbi shokët e tij, të cilët tani ata janë më të përzgjedhurët e krejt umetit. Më të përzgjedhurët e krejt umetit janë shokët e tina, që Allah i madhruar i përzgjodhi me pa atë nuri dhe atë dritë, e me ndëgju me vesh të tyre. E mja marë fjallët për gojës e ti, të bekuar, fjallët e Allahut, ajetet koranore, mesazhin e Zotit, po edhe porosit e tina, e këshillat e tina, e urdhat e tina, e sugjerimet e ti, alayhi salatu wassalam. Dhe ata merituan merituan një gradë shumë të lartë, po meritojnë edhe për neve një falënderim shumë të madh, një mirënjohje. Andaj ne qejmë salavat edhe atyne. Sepse kanë bë shumë kanë bë. Ma shumë se krejt të tjerë në botë që ka patë, para tyne dhe mas tyne. Për me rujt dinin e Zotit. Një herë me kapë dinin tamam, e me mësu tamam, e mu eduku me te, e mu mishru me te, e mu kalitin te. E pastaj, me përhapat din. Dhe ashtë ndodhi. Dhe përhapën dinin. Tek gjenerata tjetër dhe tjetër dhe tjetër, dhe erdhi koha dhe jemi nisët ku jemi. Zamani ka ndryshuar. Koha ka ndryshuar, por dini është i njëjti. Ymeti është i njëjti. Zoti është i njëjti, është i gjallë ai që ka qenë. Tebareke ve Teala. Kurani është i njëjti. Pejgamberi është i njëjti. Alayhi salatu wassalam. Nuk jemi ne të vetmit dhe të parët të cilët se kemi taku dhe se kemi pa. Sa gjenerata para nesh kanë qenë që se kanë pa pejgamberin alayhi salatu wassalam. Në fakt ata që kanë pa janë sahabët, për ata që unë dhe të atil që unë sahabë. Sepse kanë pas atë fatë, sepse Allah i ka përzgjedhur, është drejtë e Zotit, mi përzgjedhur ata. E që ne i gjelëzojmë,
për së miri natyrisht. E gjelëzojmë shumë, a kemi lakmin, që kanë pas atë fatë. Por e i bekuar në ka paralemeruar edhe neve, e në ka përgëzuar, e në ka dhënë si haret shmyshde, që nëse kapëm për dini tamam, dhe ndjekëm rrugën e ti me gjithë distancën e madhe që e kemë, ne do t'jem shoqërues të ti në ditën e kiametit. Dhe ai do të krenohet me ne në ditën e kiametit. Nuk pretendojna me nxan gradën e shkallën e sahabës njëherë, tërprohëm veç me shpreh. Por me fanatizmin më të madh. Ngulim kamë dhe nuk të shojmë pe, se jena në rrugët e tyre, në rrugën e tyre, dhe në gjurmët e tyre. E tani kush sa, por derdhëm njerëz, mund, bëjmë përpjekje, që mu kap fort për rrugën e tyre. Sepse vetmja rrugë është hak e vërtet. E vetmja. Për ata i bekuar nësa hadithe, e tha gjatë jetës, e tha edhe në stëmë vdekjes, kap në për senetit tim dhe senetin e kholefave shokëve të mi, më sërshani senetin e tyne, burrave. Sepse ishte 100% e sigurt, se kur do të që vdes, e ka me vdek dhe vdeq, por për e lënë shokët e ti, tamam, është që shpat qafaj, dhe si që ordhërej i madhe Zot te bareke ve taala. Ajo rrugë e gjatë, deri sot, dhe vazhdon, deri në stëm të kiametit. Nuk e nxan kiameti. Nuk e nxan kiameti. Nuk e nxan kiameti. Por dhe në stëm të kiametit shkon. Nalet. Nalet. Sepse prishet dënjaja shumë. Shumë prishet dënjaja. Sepse shfaqen shajet e kiametit. Sepse vije shumë afër kiameti ofrohet. E Allahu nuk dënë. Që robët e tij të përzgjedhur, që janë ummeti Muhamedit, pasues e tij sallallahu alaihi wasallam, me zbrit kiametin mi koka tyne, me çu kiametin nuk dënë. Andaj mëshirë për ta, që shka në hadith gjatë vërtet, u amërë shpirë, thatë Zotit, për një herë, të gjithë muslimanëve të fortë të dëpt, pa thë mirë të mirë të këqi se shprejha keqë i bje keqë, të fortë të dëpt, u amërë shpirtat, dere ata që në zemrat e tyre kanë, vetëm la ilahe illallah, Muhammedur Rasulullah. Dhe mbetet në tokë të Zotit njerëzit më të këqi. Dhe shkojnë të bëhë halamat këqi, sepse kur s'ka këshur dhërën njerëzit për të mire keqa për hapet o musliman. Dhe mbi koka ty në bëhet kiameti. Allahu na ruaj për dënimit tina. Nuk është këtë teme jona. Teme jona është me folë për mërgatën, për gërbetin, për vllazërit e motrat tona, të cilët e kanë marrë rrugën e gërbetit, e që ata jo që pakohen, por vetëm sa po vine pështohen. U a kemi bërç mja u kujtua tyne, po dhe para tyne vetë vetës tonë. O, ju njerëz. Shka ka të dush, po edhe bërë që ka dush, ama dje se Zotin e kemi vete. O, ju njerëz. Dini Islam nuk është i përkufizuar për një vend të caktuar, e për një gjenerat të caktuar, e për një popull të caktuar. Dini Islam vazhdon
ka vazhduar dhe të vazhdoj në çdo gjenerat, në çdo kohë, në çdo vend, deri në kiamet. Andaj e kem bërsh njëri tjetrit, që t'ja kujtojmë këtë din dhe detyrimet tona që kena karshi këtij dini, detyrat tonë që i kemë, në veçanti në këtë zaman, ku dënjaja të handë gëlltit përbin, dhe as që e merë vesh bile. Gjithmonë dënjaja ka qenë tërheqëse, sepse Allah ka krijuar kështu këtë njeri. Allah ka krijuar zujil linnasi, hubbu shahawati, min an-nisa'i wal banina, deri në fund të jetës. Janë zbukuruar njerëzve këtë dënja, o zbukuruar. E dojnë njerëzit dy janë. E njeri kur e dënë dikën shumë let mashtrohet mas tina, apo mas saj, të ngrehet dënjaja. Aman këtë zaman, dyrët e dënja se në hapë shumë. Allahu ka hapë shumë dyrët mira të dënjas, ama të njëjtën kohën hapë edhe dyrët këqija shumë, të këqijave, të fitneve, të sprovave, në të cilat poske i kujdes shumë njeriu, shumë lehtë mundet më fundos në valët e ndryshme të kësaj jete, të këtij zamanit, të kësaj kohë që po jetoj. E këtu në shariat quhen fiten. E që pejgamberi ka paralajmëruar për të sallallahu alaihi wasallam, madje ka thënë se ka kohra kur fiten sprovat vinë këta lejlin mudhlime, sikur se errësirat të dendura të natës, ku në fjallorin tonik shqiptar të përdorëm, ka qenë tërë bërë, nuk shem e shtigisht në sy diçka të tillë. Nuk shem e shtigisht në sy, nuk sheh se tërë, dhe më thonë nuk sheh kur gja. E kur nuk sheh kur gja, nuk mundesh me gjetë rrugën. Kurse gjenë rrugën, mundësia me humë, me deviju, me ra, do një lagom është e lehtë, pse se dhe rrugën. E këtu ka për qëllim këtë rrugën e Zotit e humë, prej fitneve, sprova, migullirave, të cilat kapin këtë dynja. Andaj e kemë bërsh njëri tjetrit. Gjithse se themi se udhëzimi është në dorë të Allahut, nuk diskutohet. Andaj gjithherë e falenderojmë Zotin tonë shumë në krye të gjithat mirave që Allah na ka udhëzuar. E sa nimet i madh është udhëzimi. Ne mundohemi me kuptu e me vlerësu, me çmu hidajetën e udhëzimin, por nuk ja arrim dot kuptim të plot. Edhe ne që flasim, edhe që dëgjoni. Ne arrim ta kuptojmë tamam udhëzimin kur të shijojmë agoninë e vdekjes, e tutje. E kur dalëm ditë gjykimit. E të shohim ata të cilët kanë bërë kufër e shirk Allahut, se si trajtohen. E të shohim besimtarët e devotshëm, Allahu na bëj prej tyre, se si trajtohen. Atëherë falenderon robi Zotin. Edhe vazhdon me falenderu edhe kur të hynë në xhenet, desa të hynë në xhenet. Kur pe gjenit e sheh xhenem lit. Pra, udhëzimi nimet i madh. Nuk e kemi në dorë. Këtë nimet madh, Allah e ka në dorë. Ama neve në ka urdhëru, mja kujtu njani tjetërit. Për ata Allah ka thanë, sa për ilustrim, ajetet jenë të shumëta, kuntum khayra ummetin, ukhrijat linnas, tamuruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ju jeni umeti më i mirë që në nxirr sipërfaqe të tokës, dhe thamë më herët.
E pastaj ka përshkru këtë vlefshmëri, këtë merit. Pse meritojnë këta njerëz me qenë kaq të vlefshëm? Sepse këta urdhërojnë për të mirë, sepse këta ndalojnë nga e keqja, sepse këta besojnë Zotin hak, pejgamberin hak, dinin islam hak. Andajnë me të mirë, urdhërojnë për të mirë. Çaj bjen kjo? E ndalojnë nga e keqja. Ua kujtoj njerëzve dinin e Allahut. Ua kujtoj njerëzve rëndësinë e kapjes për dinin. Njeriu është i krijuar në atë formë që për dunjan nuk ka nevojë shumë me i thamë. O e kupton vetë, ose shën njëri tjetër dhe e pason. Por nuk është domosdoshmërisht kështu për din. Pse është kështu? Po dyjat janë të mira, po të mira janë të dyjat. Bile ke më mirë e dinit, ama është më rënd. E para, është më rënd. Dhe dyta, në din nuk i pret rezultatet me njëherë. Tash imagjino ti më thot dikuj që nuk ka din, azhëro këtë dynja se shpërblen Zotin në ahiret. Jep sa do këtë dynja se shpërblen Zotin në ahiret. Fal namaz këtë dynja sepse shpërblen Zotin në ahiret. Thot, po duan këtë dynja me pa dritë me sy. I krijuar robi i tillë. Ndërsa për dynja i sheh këtu për këtu, hë për hë, aty për atë. A shë bujkun ka punën qohet në pes, para se me lind dielli, këshjeve qohet në narë. Ndërsa këtë tetë në nanë. O i thot vetë vetës, o i thot gruja burët, a burë i grusa. Tja peshet se ka bo kur gjo. Qëre këta? Ta qohet në pes, po këqyre bereqetin. Këqyre e mirë bereqetin i tyne. E ti veç për shkon nare po vjen, sen si e ka ban edhe në fund, për mërë dë pëllëmida do thera, asë është qëmë për hajvan, nuk i selimu për insan. E halli, mu qëmë edhe të herët, për mu sikur se kë. Për ataj madhe zëtë, të bareke wa ta'ala, Koranit nuk i jep shumë rëndësi për punë të dynjas, e mund të diko shohë është për herë për na falive është për din. Për sa të ka dhe Zoti metë? Allahu kalon rrugë, mënyra, qasje tjera për dynja. Po edhe jetë e koranores, nuk diskutohet aja. Sa të dush. Amon nuk është zemra e dinit, zemra e Koranit, me të pësushme përnu për dynja. Jo. Sepse në këtë dynja njeri ju vetë vetë ju. E frymëzon Zoti, muslimane jo muslimanin. E mësën, e udhëzon Allah. Qysh është e udhëzon Zoti njerëzit, edhe gjithë të zbolimet, gjithë kjo përparim, kjo me nimet Zotit o ba, me dhëntime lehet Zotit, pa lehet Zotit sa nësën bëhat. Pra për dynja në kanë mjetë kesh njerëzit. Kështu i ka kriju Zoti njerëzit. Për dynja nuk mbesin njerëzit keq. Njerëzit mbesin keq për ahiret. Njerëzit mbesin keq për vlera shpirtërore, të cilat reflektojnë këtë dynja para se më reflektojnë në ahiret. Për vlera shpirtërore, psiqike, të cilat ju duhen njerëzve në këtë dynja. Po mësje dinin nuk ekzistojnë ato. Edhe nëse ekzistojnë në nivel shumë të ngushtë. Për shembull, respekti familjes. Është instikti insanit me dashur babën. Se dhe hajvani e dënë të vetën e vetë, vladën e vetë, prindin e vetë. Është instikt, apo? Është instikt. Por kur vjen feja ja shton tani. Edhe ja përmend sa herë. Hakun e babës, hakun e nanës, hakun e gruse, hakun e familjes. Bëhen dyat bashk. Andaj e gjenë tani besimtarin e bën bashk. Mes kësaj të natyrshmes dhe mes kësaj shpirtërores që mëson feja, edhe e bëhet një qytetar i mirë, një burr i mirë, një vlad i mirë, një prind i mirë dhe një individ i mirë i familjes, dhe gjithsesi është edhe i shoqërisë. Sepse shoqëria formohet për familjeve, e familjet formohen për individve. Por,
Jo domosdoshmërisht, mendja njeriut mund të çojë diko qysh me fal namazin, për shkak me bën një ibadet, apo qysh me punu njeri për xhenet, mënyrë të drejtë. Jo. Por Allah i madhura, kthehemi te ajeti kuranor. Ju një meti me i mirë, keni qenë, sepse urdhëron për të mirë. Dalin nga e keqja, besen në Zotin hak. Sahabët e patën këtë ajet parasysh fort, sigur se këtë Kurane, se thash o edukuan tamam ata. Ata edukuan në shkollën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjithmonë, dhe kjo është rregull i pashkruar. Nxënësat e mirë dihen për mësuesit mirë. Tepër rrallë herë dalin nxënësat mirë pa mësues të mirë. Atëherë nëse dalë nuk janë meritë mësuesit. E ku ka mësues më të mirë se pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam. Andaj ndonat të nxënësa është mirë. Dhe ata përhapën këtë din. E qëtën jashtë gatishullit arabik. Dhe vazhdi dini të përhapet. E të përhapet. Dhe subhanallah, erdhi deri sot në këtë ditë dhe këtë natë, në këtë kohë që jemi të jetuar. 15 shekuj. Çfarë turbullirash, e çfarë fortunash kanë fryje, e sa vala, e sa rrëmuja bon këtë dynja, e sa lufta, se 15 shekuj. Kondër këti dini. Por, dini mbeti, kajtë ato shkun, ato stëhi, ato ujrat forta, valët forta, që është dushtu i ti? Përpjekje, individuale, kolektive, shtetërore, madje kontinentale, në Evropë e plotë që luftat e kryzata për qaken, tani kënë mësuna për shkolla. 200 vjetë. Jo 20 vjetë, 200 vjetë. E kënë mësuna për shkolla që shtu? Luftat e kryzatave 200 vjetë, në kam. Shumica atyne në kam. Dhe bënën kërdi bënën. Kam nëzu një liber njëherë, një autor i librit, ka qenë në shtarë i njërës për kryzatave që kanë bo këtë se sherifin, me zdulaksan, rafsh me tokë, sa të kanë pas sënimin. Dhe a i thët vetë, ushtari thët, prej mas ditës, deri në bramje, je mundu me shkuhe në Bejtul Maqdis, në qytet Mrena, po me shku ku është shtëpia e Zotit, deri në perëndim diell me që kam rri për kufomave, se u bo kodra për kufomave. Rreth 19.000 kanë mbyt Mrena një ditë që tu. Nuk më sham mes për kufomave. Por, dini Zotit mbet. Ra Shami, ra Palestina, ra. Erdhen tatartë. Dhe kjo ka të bëj pastaj me mërgatën pak. Erdhen tatartë. Tatartë erdhen mbi 5.000 kilometra. Ku Mongolia? Në fund lindjet dënjas atje, nazin e lashtë. Dhe mendohet se mbi 1 milion e gjysë i kanë vra vetëm në Bagdad, për rreth 40 ditësh. 40 ditë, për afërsisht, pandër prej kanë vra, s'ka mund të kry për e ditë. Dhe ata që kanë shpëtuar pa vdek në Bagdad, kanë shpëtuar që janë mshefna për plehnat lëbëve, Allah i ndëroft, apo një kanalizim, sepse Bagdati ka pas kanalizim, është qyteti i parë në botë që ka pas kanalizim.
Ka qenë bukuroshja e dënjas Bagdad. Kanë hyje më mshef për i tatarë, kanë në lezime, ose në plehna, dhe kanë najt mbi 40 ditë. Dhe sa në siguru që kanë shku krejt, por pej aromes të njerëzve që kanë vdekur, e të ndërsirave, edhe një pjesë e madhe ty një ndek, anë përse ndek për shpatë. Sfidat ma ka përretu kjo fej. Dhe ne këna pa komunizmin, dëshmanin më të madhe ka pas fejnë. Dëshmanin më të madhe komunizmi fejnë. Andaj, nuk po du me folë për të farë sfidash, sepse cila është me dhëmshme sa tjetra, për nanën tjetër të bën ty krenar si musliman, sepse të regon çfarë dini ki. Edhe ta qëtë një përgjithësi shtesë, nga sa ata që kanë bajt këtë dina për këto kohrat shtira. Ata se kanë bajt të go hajgare, por me përpjekje gjigante, dhe me sinceritet shumë të madh, e me sakrificë, e që ka mujtë me kështu me jetë, dhe shumë i ka kështu me jetë. Deri në kohën tonë, jo në kohën teme tonën, po në kohën e prindve e gjyshve tonë. Sa në vëra, vetëm që e musliman, pe qetnikve, stashve, ndej këndeje, dhe nuk ka kanë rrufejnë. Që të kanë mujtë me ba, fejnë nuk e në rej, mu mujtë mënësh, po fejnë së më në rënë. Sepse se një me i shtrejt që e posedoj. E aty një va kam bilë dikush, këtë fej va kam mësusat të tyne. Pra të bënë me qenë përgjithë, me pas një përgjithësi të madhe me ndijen sope. Pra njerëzit pas kanë hikë shumë, desa na kanë pru neve këtu fejnë. Ne nuk jemi duke hikë se ta, ama do të më përpjek. Do të më përpjek. Andaj nuk kem nevojë në jam mësujve të janë, se dini ma mirë të sa ne. Por ki nevojë jam mësu fejnë, sepse dini ma mirë të sa jo. E nga na jo njerës. Nga na jo njerës. Se dikur në falenderani. Dikur në falenderani. Bindën e se në këna pas mirë, dhe se që shto është dashtë. E jo ndryshe. Në me të madhe i Allahot. Në me të madhe i Allahot, këtë lirik të të mirë që në ka që Zotit. Kuj dënjot nuk ka kemë friken, falë që ka dush. Pas të madhe të zëtë lartë në qilë. Liris të mu sa s'kosh, s'përngan as'kosh, vendin tënë, shpinë tënë, qytetin tënë, xhamia të Zotit. Të mirat më dha. I përmenëm të tartë. Të më ndu që kam i folë ju për këtë temë, më sëllën kry këtu gjana, jo këtu që i thash, po të tartë po. Më nalë me mendu, subhanallah, ligjet e Zotit. A çdo sa në funksionë me ligjet e Zotit këtë dënja, së ndel jashtë. Për ata në fe nuk pranoj diçka me thonë spontan, o takova me filanin spontan, ndodhe kjo spontanisht, s'ka të Zotit. Të më nëshme thonë aspektin gjësor se bona planone, se shte plani jemi, se kësha programu unë. Por në punën e kaderët nuk ka spontan. Në punën e kaderët nuk ka. E kaderë është pjesë e dijes të Zotit. Çdo sanë me dije të Zotit, me vullnet të Zotit. Te bareke ve taala. Me vullnet tina, me leje tina, mrana ligjeve tina. Së ndalim jashtë. Për ligjeve të Zotit. Ndryshimi demografik i popujve në përbot. Subhanallah. Shtatë atartë. O nësën prej Mongolisë. Mira kilometra. Kur më nuk o këthyna që në Mongoli. Një pjesë e tyne vdicën, vrana për lufta,
pjesa që mbetë o bënën musliman. Dhe o vendesën për vendet ndryshme të botës. Për shembull, krahina Kërmit, që është diskutabile mes Rusisë edhe Ukrainës. Krejt janë tatar. Tatar. Komuniteti I parë në Finland, më I vjetër, se muslimantë, se shqiptarët, se arabët, se bosnjakët, janë tatarët. Komuniteti I parë musliman në Finland janë tatarët. E kam rejtën tatarët, po mrejtën. Fundit dënjas atje, në fund dënjas ka. Ligjet Zotit. Po turqit ka ardhen. Ka ardhen turqit. Në shekullin e 6, një pjesë e tyne, tjetra pjesë shekullin e 10, shekullin e 11, edhe këta shpërngolën prej Mongolisë, prej Azisë Silasht atje, edhe erdhen në Azinë qendrore, në Turqie, Kazakistane, Uzbekistane, Turkmenistane, këto republikat, të cilat janë me origjinë turke. Meten. E ndron vend banimin e meten. Pas sllavet që kemi në Kojshi ka ardhen. Prej veriut. Prej veriut, Evropës veriore, erdhen poshtë dhe u shpërndan. Subhanallah. Edhe I bënën qindra vitet ashtë që janë pjesë e Ballkan dhe vendeve tjera. Po du me thonë me këte, ligjë Zotit njerëzit për transferu për një vend në një vend. Her individ, her fiset plota, kabile, her popuj. Popuj, Arab, janë të Jemenit. Arab janë të Jemenit, dhe kaq. Të Jemenit janë të shpërngullur në gadyshull në arabik. Në Mekë, në Arabinë e Med, qendrore quhet Nejdi dhe kështu me radhë. Arab janë të Jemenit, e pastaj të shpërngullur në Arabi, në që quhet Arabia Saudite. Fillon për Ismailit a.s. dhe këndej. Por me ardhen e Islamit që të Arab e vërshun perandorin Bizantine, e atë Persiane, e dole në Afrikë, dhe së këthynë më korë. Dhe këta bënë sebeb, e pas të edhe atë tjert, o apelqin këtyne, edhe fen, edhe gjuhen, edhe o mishruan me ta, si kiptasit në Egjipt, si pjesë e madhe Bizantinëve në Siri, në Liban. Ata në pamje tyne dihen që nuk janë Arab ata. Ata nuk e dojnë mja thonë kështu. Mja thonë që ka thëmën atyne të hatëri. Me thonë Arabët Sirisë, se një ka origjinë Arabe, ose të Egjiptit, sy të qesin, ose të Sudanit. Po të me thonë, ty, bet të gjenit tu, atë kalëzoj që ti me Arab lidhje s'ki. Mësa one, veç që në prenojnë, thëmë jam shqiptar, veç fe jam lidhë me Arabët. Ndërsa ti, për pretendon që të lidhë gjaku, nështë dykun, në imi qasia, dykun ka rokë hesapi. Ama ti e kiptas e zëtni, ose ti e berber atje e Afrikës, veriore, ose ti e Bizantin, në Sham, në Siri, në Liban, të cilët e kanë pranuar Islamin, jenë mitësuar, jenë mishruar, jenë shëqruar me Arab të shpërngullur atje, në martuet e tjërë, dhe jenë bë Arab. Dhe në rrë demografia, tashmë thuhet Arabi. Se të kalesh Turqin, thuhet Arabi. Arabi në Siri, në Arabi në Jemen, në Arabi në Egjipt, në Arabi në Marak e në Afrikë. Në raj. Subhanallah, dhe shqiptarët të tonë. Dhe për dalim të kikoha që jemi tash. Deshte Zoti. Dhe që ki Evropë, që jena në pjesë e sajna. Deri vitet e 60-ta, Evropa me përjashtim të Anglisë,
me përshëm të Anglisë. Por kënej detit, Anglia është e ndonë deti me Francën atje, kë Evropë nuk ka pas kontakt me musliman. Popull nuk ka di që janë muslimanët. Për pas që kanë dëgju për islam, për musliman, por me jetu me ta, nuk i ka ra. Nuk i ka ra me jetu me ta, masa e gjerë nuk ka jetu me musliman. Në vitet e 60-ta, filluan më shpërngull, për herë të parë turqit e Turqisë, një pjesë e tyne, nevojë ekonomike atje në Evropë, marrëveshjet e ndryshme mes shteteve, shkoj një fuqi punëtore evropiane, turke, në Gjermani. Atje në Francë erdhët prej Marokut e prej Algjirit. Dhe nesër musliman të parë me hynë në Evropë. Në 67-ën, në Gjermani janë numëru dikon 70.000 turqi. Edhe kam të shënuar, nëse nuk e kam numër nëse se kam gabuar. Se më kanë interesu këtë gjana, në fakt 7.000 punëtorë. Si pas dhënave zyrtare, 1967-ën, në Gjermani kishte vetëm 7.000 punëtorë turqi. Por sot, këto statistikat e 2025-ës, vetëm në Gjermani jetojnë 2.5 milion deri në 4 milion turqi, anëpse zyrtarisht Gjermanët atje thonë se janë 1.5 milion turqi në Gjermani. Ata thonë që është dhona zyrtare. Amo me pyet turqit, thonë a jena prej 2 milion e gjysë deri në 4 milion turqive në Gjermani. Në 67-ën, 7.000 vetë. Dhe nga dalë, filluan me shku. Më shtu në Evropë muslimat. Evropianë nuk e kanë prit, këtohen. Po ligjet Zotit, njëra për ligjeve të Zotit, pra Allah e bart një popull për një vendi në një vend. Allah ka thonë tilke l'ejamu nudawiluha bejnë nas. Dhe kështu ne e silëm, popullat dënja e rrotë. Ligjë Zotit me bo hijretin sani, ta përdurë këtë shprejt hijretit. E njëri u i parë në rruzullën të kësor që kanë cekë komentatorët e Koranit që ka bo hijret, ka qenë Ibrahimi a.s. Njëri u i parë i cili ka bërë hijret në rruzullën të kësor si në bas komentatorëve, krejt komentatorëve, të Koranit është Ibrahimi a.s. I cili tha, kale inni dhahibun ila rabbi se jehdin. On përshkaj të Zoti jam. E Zoti o gjithkon. Ka me më dhëzu Zoti. Pra, po iki pe juve për hatër të Zotit tem. Mase që ju nuk pëmdoni mu, s'pëdoni Allahun. Mase që ju nuk pëdoni fjallën e Zotit, nuk pëdoni pejgamberin e Allahun. Kune e tha këta, babës vetë. E nanës vetë, dhe e popullit vetë, dhe i të mretin e mërod. Dhe pasi që ata e hodhen e në zjarë, pra dënim me vdekje, maksimal, jo me burgose, me vdekje, me mytë, edhe të me dënim tranë, me zjarë, por Allahu është shpëtoj. Dhe kë doli, tha pa bëj hijret. I pari cili bëri hijret. Me gruan e ti Saren dhe me nipin e tina, Lutin a.s. Anëpse nuk janë gjithë ulemat e komentatorët e serianet konsensus se çka ka pasur, e ka pasur Lot, e ka pasur midjesa. Por familjari ti shumë i afërt me rëndësi Lutin. Bëni hijret. Hijret bërë edhe Musa alayhi salam, doli për Egjiptit. فخرج منها خائفا يترقب. Dhe doli për Egjiptit i friksuar, e të vëzhgu,
mas pëmshet dikon ushtëria e Firaunit e pëmëzojnë. Se erdhi lajmi se po të njekin me të mytë. Dhe bo një hijgjërat. Pe Egjiptit dole atje në Palestinës të këpopulli me djenë. Po dhe vetë bënë Israelet. Njëherë Jakubi kështë bo hijgjërat. Mamëti. Pe i Palestinës në Egjipt. Mas 400 viteve, që shtojnë historiant, tash, Allah dërgoj Musaun për pejgamber, me i marë bënë Israelet, me kalu detin e marë në Palestinë. Hijgjërat. Hijgjërat mas hijgjëreti. A shëf dënjaj që ka qenë? Ligjët Zotit. Pra këthemi në Evropën tonë, dhe muslimanët janë nëse më shkuna për Evropë. Dhe deshtë Zotit edhe ndodhen luftra të një mas njëshme. Luftra. Dhe kjo është një peshkaqeve kërësore, që njerëzët erdhen në Evropë. Luftra në Balkan, luftra në Arabijen, Sirijen, Irakin, Libija, atje. Ose fëkarallak i madhë, ose ndjekje politike, e tjerë, dhe është për ngollen njerëzit. Dhe sot në Evropë, jetojnë rreth 26 milion musliman. Prej asnjë, apo me gishta sajshin, apo me qindra, sa jetojnë mbi 26 milion musliman në Evropë. E që jenë rreth 5% numrit të përgjithshëm. Sa për një huri, sa për një huri, më së shumë të musliman ka në Francë, në krejt Unionin Evropian, ku musliman të janë prej 5 deri në 7 milion. Sakt, nuk ka shënimet sakta. E që është 7 deri në 10% të numrit të përgjithshëm të popullsisë së Francës. Në Gjermani jetojnë rreth 6.6 deri në 7 milion musliman. E që është parafërsisht 8 deri 8.5% të numrit të përgjithshëm të popullatës, apo të popullsisë. Në Spanjë, numri muslimanëve është rreth 2.4 milion musliman, e që është rreth 5% të numrit të përgjithshëm muslimanëve. E shtime edhe Anglinë, ku numri muslimanëve në të është 3.8 deri në 4 milion musliman, e që është parafërsisht 6.5 deri në 7% të numrit të përgjithshëm muslimanëve. Kur arrit numri muslimanëve në Evropë, e që është duke rritur duke shtuar vazhdim. Shumë evropianëve, shumë prej tyre, jo krejtëve, natyrisht, ju ka pengu kjo. E një numrit të tyre ju ka interesue e çka do të bëhet mas 50 viteve, çka do të bëhet mas 100 viteve. Nëse vazhdon kështu. Për shembull, njëri prej tyre, që është profesori Philip Jenkins, është Universitetit Penn State, ai mendon se në vitin 2100, dhe me thonë edhe një 70-80, në Evropë, muslimat në Evropë do ta përbajnë 25% të numrit të përgjithshëm të banorëve, e që i bie çdo i katërti me qenë musliman. Kështu i bie. Allahu alem që do të jetë. Na nuk e di, mas ta se din, as askush nuk e din. Por, po dënë me dalë atë ku jena një pjesë e madhe, tani, mi kanë thonë dikujna se, përmi 10 milioni Kosovar, Shqiptar dhe jo Shqiptar, Turke, Hashkalije, Vllazitje, Qakat Kosovës, po musliman, janë në perëndim. Ky popull i vogël, shumë pak janë ana. Se me shqia Shqipënisë i shtonë edhe po aqë, ma dje edhe ma shumë. Me shqip ma çdo njësë, muslimat ma çdo një shqiptarë të shtonë po aqë. Bile atje, gati se përmi gjysa e njashtë, ndoshta ma pësak gjysa, ma pak se gjysa e mbranda, ndoshta nuk e di saktë, por shumë janë jashtë. Pra, me kanë thonë dikuj se nuk do të ketë familjet e një në Kosovë, që nuk e ka dikon, jeni koku se ka dikon jashtë në Evropë, kështë me thonë, a pëse më rinë që atë koha, ama ne më rritëm atë koha. Andaj Evropa është bo pjesë
e jona, familjeve tona. Edhe është një realitet së më në mëhan. Me momentin që kuptojmë nëse musliman, që ne jena një realitet, që kësë ka përnë heq, e unë nëse di kur sa kun fol, tani du këtojt një herë që fol atë, duke është më dha një sahat, me kësirë sahatin, që kësë ka përnë. Smak në lëshu heq, nuk e di sa koha, mos për flas tepër. Me momentin që kuptojmë, që është shumë rëndësi ke punë, e s'pesha. Me momentin që kuptojmë një realitet, një të vërtet, atër nëse musliman, po si njës për gjithësi, dohet me punu me qatë realitet. Thonë realitetet që shto. Sigur se për shamull ta marrën punën e fesë, të moralit, dveshës, të arsimit, të shëndetësis në tokën tonë. Të fantazia sa dush, të imagjina që ka dush, të në letër shkuj që ka dush, por kur të thejmë në realitet, në praktik, senet me letra dalin ryshe. Dhe në dalin ryshe. Se për shamull nëse ta lebe tash me kolegët e mi, që këna mësu në teorikisht atë që këna mësu shumë sene. Por kur po vina këtu në praktikë, kur e me orë pas e në praktikë, na ma mëti, e këta ma friksione, e do hala ma frikanorë si vjetë e vjetë, nuk i delë bash ashtu. Edhe gati kërkun si delë që ashtu. Sepse praktika është që këtë që është. Realitetet që këtë që është në jetën e përdiqme që këtë realiteti. Tjera të mbesin teori, apo të mbesin letër tane, apo në libra që ke lezu te, e tjere. Dësa realitetet që këtë. Pra realiteti është, në pjesë e madhe popullit tonë, jetojnë në mërgat, jetojnë në përëndim. Momentin që kanë shku të allaznin përëndim me këto motra, tash bëllavacëm në realitet tjetër. Ta kanë sfidat më dha. Dhe këtu po du më nalë pak dhe më fokusue më shumë se sa këtë që ceka pak më herët. Sepse këtë ceka më herët, ke një lej përshkrimi, një lej kronologi, një lej histeri e shkurt, që shka ndodhë ligjet e Zotit e bareke o ta'ala. Ligjet Allahut. Pra, kaderët Zotit. Allahu kështu pisa këte ka senet. Pa i vetë njerëzit. Se vallahi me kanë vetë, që të Evropian plët për i tyne, nuk e këshin liju, më përhapë që këj islam, po e thëmë edhe që shtu është, edhe ty bën kofë në ryshe. Po, jenë bo pjesë të june tashma. Jenë gjenerata e tretë, vitet e 60-ta, edhe vitet e 30-ta gati jemi ne. Ata që kanë shku kanë vdekur, e djelët e tyne në plakor, e kanë lindur nipat e tyne tashma. Edhe të e në rritë, gjenerata e tretë. Jenë bo vendas, pjesë Evropës. Andaj Evropës pëndryshohet identiteti sajna. Prej një kontinent i krishter 100%, tashmë ka budista, tashmë ka musliman, tashmë ka feve tjera. Po ne përna interesojnë feja islame naturisht, sepse këtës e lë komunitetet për veti. Po ne përna interesojnë për musliman. Pra, Evropë nuk e ka identitet që ka pas për para, Evropë e krishtere dhe kaqë. Se ka mo. Jo nuk e ka. Dhe prenojnë ata këtë realitet. Po jonja që ka është, jonja si musliman. Ne si musliman kur qëkojmë në Evropë, ballafaqohemi me sene treja, që në fjallorin e Shqipës e thënë sfida. Pra, të lasha, se cila të lashën veti, nuk jenë të lehta. Duke më sështia të gjuhën, njohin ambientit, sa të shpejt mund të mësej njeri ju edhe s'ka ka e manë. Nevoja është në të më mësu që atë gjuhë, sa për më harnue, sa për më përnue, më mësu venet e më shku me ardhe tjerë. Po ka sfida më të mëha se sa kaqë. E që njëve interesën kërësore sfida e fesë, e me fe lidhe në senet e tjera. Jënë sfidat sociale. Sociale është për qëllim qysh më gjindë një musliman në një ambient evropian. Për shambull në hinën Ferizaj këtu. Dhe një familje, apo një individ, jenë rritë një familje fetare, të ngushtë, për dhe familje e gjerë fetare, për dhe shokët edhe nishtë fetare. Për momentin, kër i qelësyt sabah,
veç qatë burë apo qatë gru, kofshin qeft bashkërtor, që ka musliman, me këjshi, në rrugë, në punë kër që kanë me punu, në shkollë kër shkojnë nxansat, në treg kër del, krejt tjerë të ka të festi, të feve tjera, të kulturave tjera, mentaliteteve tjera, bindje tjera, tradita tjera, qysh më gjinë. Qysh më gjinë. A më bo me njerë se ata, mas jemi ta, bënë si ta, që përdur popullët e na në fjallë që kjo shumë nga bima me një dënja. Kemi një dënja është hile, intrigë, e fort, kurth e fort, e shejtanit që avështire kemi besu. Pe kurthave, më të sukseshme, të mallkuarit iblis, është që kjo me një dënja. Që kemi një dënja në e prishin eve, motra tona, bija tona, e prishin eve, moralin e prishin eve, që kemi një dënja. Që kemi një dënja. Jo mërë jemi një dënja, në shumë ke punë, ja. Po puna shkan, e ka mirë, e kam keq. Në po që ka që kalëzëm, për i zetë, zotë i kalëzëm, se kur halal së ta bëj, Allah që përblirë. Kalëzëm, Allah më së më bërrafsh. Je, po dhe të më do për i tynë, atë përësi ba jonë, nuk e ba ti. Ti më kalëzëmë, e kam mirë, e keq. Leti më në dënja. Pëse s'ne e temi në dënja Ibrahimi a.s. A lehte pataja? Me kundrështu babën e vetë? Gjitha debat polemik që boni me babën e vetë? A lehte pat pejgamberi Muhammed sallallahu aleyhi wa sallam gjithat polemik që bëri pejmi gjellarve tina e derit e popullit tina krejt? A lehte pata? Po shkon ki pu me një dënja. Po shkon haki është hak, dohet me pasu. Mëse disham sama, kujtama, orientam. Pra, sfidë sociale, sfidë ekonomike, ku me punu? Qka me punu? Shumë punë janë haram. Edhe të din që janë haram. Por, a me thonë ta shemarë për i dare. E ku më hargju në bilet, e ku më shti bërgjë babën e ku ta dion e për me ardhë. Andaj, qka të gjej punë ka me punu? Qofte miru dirrata, shtalë dirrave, gëshu në njani selam, i ka mas 2017, para pandemisë. Ju këtu në 2015 që këni një farë fortunë e madhe, dolen 100.000, zisa dolen rruna zëtë, vazhdo që është të patë më shpërës Kosova. Mas asaj kohë, një që dojë për tyne që dojë qatë kohë, të është se di kështë e vla, dhe së është më rëndësimi ditë. Para i ka thot diku, i shka vete hoxën, nëse nuk e marrë dhe qitë punë, mu komuna letrat nuk bënë më këthen, unë imi hi bërqë familje. Familja hi bërqë për me ardhë, më më promu që ka. E halli a bënë me punue në shtallë derrave. O, zotë jam. Një 2-3 ditë, nuk më i them që s'kom flajt të natën veç. Nuk ka sjellë në kry 24 orë. Qfar sprovë është kjo? Po një 3 ditë ka shkue, gjevap e dhanë se kam. Qka qështarë puna? Pa qështarë puna. Kjo sfidë ekonomike. Nuk është e lehtë kjo. Ose, pyetja e cila parashtrohet për çdo ditë. Nuk besoj që vjen ndonjë hoxh, që shkon, më mirë thojë që vjen, po që shkon. Në Evropë atje, në cillën do qytet, shtet, xhami, mban ndonjë tribun, e që nuk kanë me vetë, ata i din, po thë mos pa na leton. Që kë, se ta kanë vetë 10 përpara kanë vetë, 15 a bën me ble shtëpia, me kredit, me kamat në Evropë. Ta kanë vetë 20 para ti, 15. Ti si i parë që më të mëski dërë. Po, mos në është të betja vletan. O sfit veti kja. E që dej dikon, jo që ashtu bashkë, është të këni. Pra, a do të punu muslimani, qka do që ti vjen?
me këthyn me ndryshe tash. Të arsitusem në Evropë. Sfidat fetare. A do të me mendu muslimanin në Evropë që ka shku për idare, ose ka njek shkapa, themin atë kohët vitet 90-at. Dhe marëm që ka njek dhe ka njek për frigës, për vërete për që në shtije, për i thëna për saneke, për i myte, jenë sane që ka ndodhur, pra për i tutë, për i zori, ka në rësyje. Ta pëse ka mikë për i zorit. E dini ku pëllen? Pëse ka shku në një vend, që është Evropë. Dhe Evropa për vetë kujdeset, nuk ka lagje më halë sa ka kishën. Aje për idhtarët e vetë kujdeset kisha. Kisha asë një lagje konë, nuk talen më maru, ndërtu, pas pjesë e planët urbanistik edhe një kishë. Po pa ta kam punu për vetë, edhe punojnë, hala. Tani a shkon kosh, a nuk shkon kosh, a hapën, a nuk hapën kisha, ta është qështi tjetër, e mbarë për vene, për shtete, për e tjeri, që është për rësifë që për neve, por të si musliman, a dohet më interesu, më bo bash 3, edhe 3, më bo 3-14, e 5-16, e më marrë me qera një banes të vogël, që shku më thanë në shumë lazive në për Evropë. Pse ju nuk e mërë një banes me qera? Sa dhe e tajni që ta zami 10-15. 10-15, me marrë një banes me qera, ju bashkarisht. A mund të përballoni? Po. Po një banes, i në zanë 20 vetë. Ju asë 20 s'kokni. Qatë banim, se se mërë me qera ju, e me shkuat të më mledhë me falë akshamën e Jasin, e me falë gjëmanë qëtë. Me hi ka dalë, me dalë ka dalë, atë regullave për shtapin, përbajt regullave, se në Evropë, s'ka zhurë, s'ka kaos, sikur se këtu, ka regull, ani përbajt regull. Po ma e dini, se sfide kiti. Apo se ki bërsh me falë gjëmanë se hi në Evropë, bënja vete kitë pytjeti. Se ki bërsh në Evropë me falë gjëmanë, e ki në Kosovë, është dhije që nëse e lënë gjëmanë në Evropë, shumë letë kemi lanë namazin në Evropë pa falë. Dhe kemi lanë edhe agjerime pa falë. Pa agjeru. Dhe kemi pa vetën dikur, s'ka mejtë për feje sen. Fra musliman të kanë emanet. I pjesë e tyne është ta shqiptarë të tonë, kanë emanet. Për veti e për familje tyne. Dhe kanë punu që të fush mirë. Kanë punu. Kanë punu turqë para shqiptarëve. Kanë punu arab para shqiptarëve. Jënë edhe ma të vjetën, edhe para neve. Kanë punu shqiptarët e ma shdonis ma shumë se ka sëvarë. Edhe sot punojnë ma shumë. Vlazën i kena, na, po veç si zona, dhe si regjanë. S'ka nevoj për dalu, atë një i na krejtë. Por jënë ma aktiv, ma të gjallë, ma dorlirë, për shpijat Zotit, për davet për din. E rëndësishme. Sot nuk ka shtetë në Evropë, që nuk ka gjamia. E vetëmja ka qenë Greqia deri vonë, krejtë vonë. Dhe hala vazhdon të jetë shtet i daluar për shteteve të Evropës. Për ndryshe, sa lesh Greqinë, hin Italije për vjetë, se të cilën vend ke më shumë se sa tjetër në gjamia. Dhe njerëzit falen lirshëm. Pra veç shqiptarë, sa gjamia t'i kanë. Mës me kanë bëtë paren, se shbojë dyta, se pej nishit fillën numërin matematik, pej nishit fillën. Mës me bëtë dyta, se shbojë treta, mës me bëtë 10, se shbojë 20, mës me bëtë 50, se shbojë 100. Tash me tha dikuj që në Zvicër vogël, i ki përmi 100 gjamiave shqiptarve. Thëta po. Dhe të nënë let me gjemat. Pra, jenë vedisu ka gjamiri, kanë kuptu këtë qështje. Se fene kanë emanet. Ama se e kanë pahajrin tani. Kër kam qenë në Evropë për herë, pa në Evropë, në Europje, për në Evropë përëndimore, ka qenë 89. Dhe shkova në Gjermani, dhe shkova në Danimark. Kur pa ka në Danimark. Vesh në hartë, disha geografi, ko Danimark, se geografi në kom ditë gjithë. Dhe kom su pe fjellores.
Shkon në Danimark, sepse që ato studiume një shaktemin, i Marokut, i kishte bo hijret, kishte lindur. Atje, pe Marokit. Kopenhagen. Dhe shkoj të shë për Kopenhagenin, pak të shë që pjesë të Evropë, atëherë më pasaportat koq, të Jugosllavi s'ka nalë kërkosh, korë s'ka nalë kërkosh. E rëndësishme, që më kam jetë më në kry tani, i kumë bëtë disa herë këtë krahëzim. E 89-ta, e 99-ta, e 2009-ta, e 2019-ta, hë, sa herë e bota që bëtë 40-ta, sa në bëtë Kallabak vetë jenë bëtë, për asaj kohë. I pa shqiptarët, se në Kopenhagenajta gjatë në Gjermani që kaliva tranzit, të fokusuar shqiptarët Maqedonisë, Kosovës, është një i shkanë, vesh një. Edhe ai i Llogagjisë t'ju këtu. Asë një Kosovarë. Ta në kohën shqiptarët në për klube. Unë aty kuftova që janë klube. Mësova termin klub. Dhe s'kum di që a klubi. Klube lokale, jenë bo shtatët shqiptarë, 70, 20, 30, 100, dhe kanë marrë me qira, një lokal, ka kafe, qaj, po aki edhe birra, domina, shah, pse lojnë e hesapi, edhe shkojnë, ata që në badi havgji, në social, apo në shtunën djelen, kërësë rrihet me gra me thmi, ikin për grave, e shkojnë në rrinë që aty kalojnë kohë. Këtë, sendë zotit, veç me hup kohë aty, me pitë dohën, atë dohën e pikena për lokale, s'ka pas për me pi mrena, me lujt shaha, me shaha domin, lojnë atjera, bileta, sene që se kanë hije një njeri ju serjez, se kanë hije, po me që me kalu kohën, kur të këshush nanën tjetër. Që shtu ka qenë Gjermania mbushne, që vetë këta qenë në Gjermani që kanë qenë në Evropë, e mbushne. Hajde sëtë, këqëre sa klube jonë, asë një. Pse? Sepse hapen gjamiat. Ja mërën gjematin. Kër ja mërën gjematin, këta gjamiave u vëzej Zoti, elhamdulillah, dhe përballë gjamis e bënën e ka një lokal. Gjithë gjami e ka një lokal. Ku ka kafe, ka qaj, ka lojna, po jo lojna me lujt me pare, nuk i lejojnë, elhamdulillah. S'paku shumisën dërmu se ja ku vizituone, se ta në bëgjaz aja, ta në hen bëgjaz. Me lujt pa pare, nuk e pëlqyshme, po nuk ka bëgjaz. Nuk bëmi a shtërëngu qasë shumë, të mus luj, po mësa ba haram të tjerve. Sa ta e në afru nga gjamis tash, ta në gjitë për gjami. E një pjesë e tyne, vinë se s'kanë kushojnë se më shilë klubi. Dhe ata rinë që aty, e na falim qëto. Po qëto ka ndodhë aty, jo njerë shumë herë. Po dikur, jo në falë një gjuma, i do këtë mirë. Ta në falë edhe gjuma, ta në thëtë, be falë më një vakt, edhe në gjitët e gjamis, e se dohet, e bëhet borri mirë, ja kalen dhe këtyne qenë mërana këto. Dhe janë shë hajrin vetë, dhe janë shojnë hajrin gratë, dhe janë shojnë hajrin thmija. Sa thmija sëtë në Evropë mësana për qëto gjamija në përshtu me i tepët i quaj. Nga njëherë ja ke gjelëzi ma shumë mësojnë atje sa të një këto. Ma shumë mësojnë dësa vendet e Evropës, sa të një këto. Sa të dushke në Evropë që kanë bërë Koranin hatme, kanë mësoj shkrim lexim, ndërsa thmija tonë, gjamijat katolikena, nuk mësojnë apo nuk din shkrim lexim. Pra, qëllimi është i kësaj, se puna e fejës është sfidë e madhe për muslimanin në perëndim. Nga se jemi midis njerëzve të cilët e kanë fe tjetër ata nuk më për hatër të në tash me ndru krejt, a i ka fejën e vezët nija. Po ty së të pengan a i. Nashta mirë si vjen, nashta se ka dërt, a më të pengu nuk të pengan sepse të mbron ligji. Sepse të mbron ligji. Edhe ti i mbranda ligjit, kur gjusë këshkel, as një regull ligjit. Po mbranda është ligjit, ti mund është me rujt fejën të anë. Më spelon familje më të shkri, më të asimilu. Arsimi, përzirja me shoqëri, fëmija, janë sfidë madhe për muslimanët e tonë që janë në Evropë atje. Nuk ka vlla e motër, po prind në Evropë,
që se ka dërtin e fëmijëve të vetë, frigën se për i devijojnë fëmija, se për kapën të keqës, se për kapë keqëja fëmijën, nuk ka prind që nuk ka dërt. E kemi edhe një këto, do të me pasë gjithkonë. Por atje janë më të veçanta këtu, janë më të theksuara. Andaj, pra muslimanët e kanë për obligim, më interesu, qysh ditë ti për dynja me hip trenit, ose autobusit, ose, me gjithë lidhjet, me shku në Evropë atje, midis Hamburgu, midis Frankfurti, midis Gjenevë, midis Londre, ku hupin sani, ato deti hup, qysh dite, po të vetë bre, të interesu. Pse? Se kam nevoj, shumë mirë. Kjo nevoj është nevoj materiale. E nevojën shpirtërore, ku i le? Babes haqja e le të shpijat, ja? Ja, marullah, ja. Të edhe nevojë shpirtërore të anës, bënja qarën. Interesau, ka për tjetërën, për gjykësi, për teshe, për jake, për dore. Hajde bujmë dishka për fe. Hajde bujmë dishka për fe. Të arrujmë dinin tonë. Të punojna për familjet tona, për tarmën tonë. Pra, muslimant në përëndim kanë sfida jo të vogla. Qa për Zotin tarmën nuk e dim. Ka sene që janë të mira, ka sene që nuk janë të mira. Që ke Evropë që sot qështu nuk ka qenë vitet e 60-70. Sepse vitet e 60-70, më kënë një Evropës krejt. Dhe këto kur dush më nëshme vërtetue. Allah ju ndëroft, e jena shpit Zotit, me veshet që veshen sot edhe bijat tona muslimane se limot atyne, ke mujt me gjithë femnat të cilat vendet caktuara, për qëllimet caktuara të shite me para dhe kaqë. Po s'ke mujt e pa na për rrugë. Më shkojnë më largë, Serbet, Malazezet, që ka një tushtu në Kosovë, që ka në tjetër fejë, a e në vesh që shtu si më tratona së da? Kur për jetë? Kur për jetë? Pra, e lirë më tash në Evropë, ka ndryshu shumë, rëzicit janë shtu. Për ma të rëziku dinin, moralin, me të hupë, me të tretë, e ta në qatë vinë dënjaja. Andaj të ndëruar, kjo rrugë është e gjatë, tema është e gjatë, por është e nëzetë, është e dhimshme. Sepse disa për i neve, ta shumë për thëmë për i neve, fjallë pjesë tonë, lazën tonë, për marën diqka për i dënjas, amba nga njëherë për kështën shumë. Për kështën shumë. Për kështën shumë sepse për humbin fëmijët, ose për hupin vetë. Kështu që Evropa me gjithat mira që i ka dhe rëzicit e veta. Andaj, aji që shku, ose që është, ose që dëtërohet me shku e nuk i di, a bën me thonë kështu këtë zaman, a ka kështë që dëtërohet as ka, do të ketë kujdes. Dhe jo vetëm atje, por edhe këto, të arruan dinin e Zotit, të arruan dinitetin e tina, të arruan familjen e ti, të arruan gjuhën e ti, traditën e tina. Nuk mund të justifikohet një shqiptar, po thëmë shqiptar mi përfshi dhe ata që nuk jenë fetar, e lërë më të ata që jenë fetar. Nuk mund të justifikohet. Më kërënu mu atë me Shqiponi, pa shqima flamër, pa flamërë që të dushti me alamete, me simbole, e djali vetë ja fletë gjuhën e hujnë shpe me babën e vetë, edhe gjuhën e babës vetë e qalan e thëmë bandë mënzë që fletë. Qaj patriota, qaj shqiptara? Vështë të i biri vetë nuk e në gjendje me rujtë, po të nipat e se nipat që bëhat aj. Qka bëhet me nipa e se nipat tina? Qa bëhat? A shef që shtrunë feja? A shef që shtrunë feja dhe anën komtare, anën e popullit? A shef që është bërë feja madhë dhëtarë sa të tjertë? A shef? Andaj nuk ka mundësi,
Ai që muslimani mirë, pa kanë adhëtarin mirë. Për ndryshe, është munafik. E Allah në arrujt për munafik lukët. Ja Rabbi, Allah në arrujt o Zot. Nuk ka mundësi. Nuk ka mundësi me qenë musliman, e mos me qenë adhëtar. Ma gjë ke pyetje këtë dallim është shumë absurd. Pra, cili përuan nëse mërte nga ana, se ty të flanë ma shumë nga ana e kombit, atë dhejot e bla bla tjerë, që i ki fjallë bëshë kjetër. Ndërsa na është dhe se në lidhë me fej, edhe se më hojmë, edhe në gëzojnë anë ryshe me menduna. Të ndashtë që mu arab, ndashtë i kjo turk, ndashtë i kjo është ekstremist, ndashtë i kjo është fundamentalist, ti qatë ta qëtë goja thuje, s'mojtë nalje vla. Po unë jam, që këtë që jam është të parimet e mija. Para fes nuk qësë kur gja, a më rrëvesh ajo. Edhe në kamet dhe që ka kërënohën në ma shumë sa me fej. Se jam pishmën den kiamet, që jam shqiptar. Pra, kërënohëna, ane, tonë kërënohëna. Për të kërënohët ajë tjetër me dignitetin e vetë. Me identitetin e vetë fetare, kam të letë. Kërënohët ajë tjetër me etnin e vetë. Qohët me gjuhë, qohët me ngjyre, qohët me etnije, sens nga pengan. Por, ma fetar, sa ma fetar, dalë ma ardhëtar. Këqëri, dhe këqëri në për Evropë. Këqëri, a ma shumë e flasin gjuhën dhe ma mirë Shqipe, bitë shty në hajive, mësë më të qëna për gjamia, a aty në tjerve, që këtë vinë këtu shiten se patriota, a thëmija aty në se vinë këtu heqë. Edhe kur din flasin anglisht, frangjisht, gjermanisht, spanjollisht, tjerë, me zveti. E të kalëzën e kuptan në start, ja, qëfar adhëtaria, qëfar adhëtar, qëfar patriotik. Kë patriot me gojë. Dërsa kë në heshtje, kësë të fletë, për flasën veprat e tina. Allahu në arrujt dinin, e në arrujt dynjan, në arrujt familjet. Mundohen edhe për së fundi, sa t'jeni këto, e është shumë mirë që mos harrojmë me cek, edhe në çdo rast do të me cek hoxhallarët. Ja cek vëllezërve motra që vinë për Evropës. Se për i pareve halal, inshallah halal i keni krejt, por që atë qëlloni shumë në investim, është me arë në vatanin tanë, familjen tanë, në dhejën tanë, në tokën tanë të që ke lindur. Sa është për vete, qatë është për e vlatë. Investim shumë i qmushëm më kë. Shumë ka më të pagu. Andaj, edhe kur qyshme se ka lëfsh, e që ka nërë se ka lëni mirë, edhe kur qyshme se pritëshën, që ka nërë ndoshta se prejse mirë, të prapajtë. Se po vjen vendin tanë, të vlaznia tu, po vjen për vete, për thminë tu. Letë ndëgjën thmija, tjetërin ka fletë gjuhën e vetë. Letë ndëgjën ëzani ka thërët të minare. Letë shëhë syni ti minare. Letë shëhë syni tina, që të popull dhe që të milet, e shta vlaznia akrabatit ti letë shëhë. Letë rënë me thmit e ti e tonët. A në pëse këta ndoshta nuk mësojnë krejtë mirë, për në letë rënë me ta. E jebë diqka, mërë diqka. Andaj kontriboni për evladë dhe për familje, se në ardhmja jonë, ardhmja i metit. E një jemi sot për nesër, e nesër sijem, nëse jem nesër, mas nesër sijem. Kemi shku të Zoti, e Allah ka më na pytur të gjithve. Që këna ba për veti, që këna ba për familje, që këna ba për shëqëri. E familje kene emanet. Emanet. E Allah ka thonë, dhe me te për përfëndaj, ja e ledhina më nukuën fësëkom, o ehlikum, nara, o ju musliman. Ruan e vetë vetën e juaj, po edhe familjen e ju, nga zjarë e gjehnemit. Pra pononi, me afsiguru një aheret mirë. Pononi, që vlatë e ju me një rrugën e ju, dhe bashkare për shku në gjenet, për ndryshe, i për e gjehnemi. Sepse ajo është kriju për njerëz. Andaj mos e bëni banor të gjehnemit, por punoni me qenë banor të gjenit. Allah në bo për tyri, ja Rabbil Alemin, faleminderit shumë. Në bëni halal për kohën, hoxhefën i Zotin nderoft, hoxha Nehat, për ftesën bashkë me kolegët e tjerë, hoxhallarët e tjerë,
është knatësi jone tjena bashkë, këtë shtëpi për shtëpiave të Zotit, në këtë vend bukur me ta xhamat të mirë, të kalojmë pak qaste, ashta zatën pak, Zotë ju dashtë, ju rujt, e në bashkohet bashkë, në hajrë, në dynjat dhe në heret, ja Rabbel Alemin, Allahumma amin, faleminderit shumë, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.